Mos harro të bësh subscribe. E shtuna ju sjell një zarf që do ju ndryshoj jetën. Fati godet këtë shenjë të horoskopit. E shtuna nuk do të jetë një ditë e zakonshme. Do të jetë një ditë ku qielli hapet, energjitë përplasen fuqishëm dhe një lajm i madh, i papritur, mbërrin si një dhuratë dhe mbështjell në një zarf misterios. Ky zarf nuk është thjesht simbolik, është paralajmërimi i një ndryshimi të madh, i një lajmi që do t'ju shkon nga rutina dhe do t'ju çojë drejt një kapitulli krejt të ri në jetë. Astrologjia na mëson se fati nuk vjen gjithmonë me hapa të vegjël. Ndonjëherë ai troket fuqishëm dhe këtë herë e bën përmes një surprize të shkruar, një zarf që sjell lajmin që prisnit prej kohësh. Për disa, ky zarf do të thotë ofertë pune e re, një mundësi që do t'i ndryshojë financat dhe jetën profesionale. Për të tjerë mund të jetë një lajm dashurie, një mesazh nga dikush që do t'ju rikthejë buzëqeshjen dhe emocionin. Dhe për disa të tjerë, ky zarf është shenja e një ndryshimi drastik në rrugëtimin e jetës, një vendim i madh që hap dyert të reja. E bukura e kësaj të shtune është se nuk ka të bëjë me rastësinë. Çdo gjë që do të ndodhë është pjesë e një plani më të madh, të shkruar nga yjet. Universi ka përgatitur këtë dhuratë vetëm për një shenjë të veçantë, e cila është zgjedhur të përjetojë këtë moment të rrallë. Dhe ky nuk është thjesht një fat i vogël, por një fat që ndryshon jetën, një fat që vjen si një goditje e papritur, por e bekuar. Prandaj në këtë video do të zbulojmë bashkë se cila është ajo shenjë e bekuar, ajo shenjë që do të marrë një lajm të madh në këtë fundjavë dhe që do të shohë realisht se si një zarf, një fjalë, një njoftim mund të bëhet çelësi i një jete krejtësisht të re. Qëndroni deri në fund, sepse historia që do të tregojmë sot nuk është një histori e zakonshme. Është një udhëtim nga e zakonshmja në të jashtëzakondshmen, nga e përditshmja në një jetë që merr dritë të re. Dashi. E shtuna do të sjellë për dashin një energji të re, sidomos në aspektin e punës. Mund të merrni një lajm për një projekt që po prisnit, ose një mundësi të re që do t'ju vërë në provë. Saturni ju shtyn të mendoni më gjatë për të ardhmen dhe jo vetëm për momentin. Financat nuk janë perfekte, por mund të merrni një ndihmë të vogël që ju lehtëson ditët e fundit të muajit. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të forcojë lidhjen. Demi do të përjetojë një fundjavë të mbushur me ndjesi i sigurie. Një lajm financiar i papritur mund t'ju bëjë të buzëqeshni, ndoshta një pagesë e vonuar ose një ndihmë nga dikush i afërt. Në punë po afrohet një periudhë ndryshimesh të mëdha, dhe kjo e shtun është shenja e parë e lëvizjes. Në dashuri, Demi do të ndjejë më shumë ngrohtësi dhe përkujdesje nga partneri. Beqarët mund të marrin një mesazh surprizë nga dikush që nuk e prisnin. Binjakët. Për binjakët, kjo e shtun sjell një energji dinamike. Mund të merrni një lajm që lidhet me udhëtime, dokumente apo komunikim me persona në distancë. Ky është momenti juaj për të treguar fleksibilitet dhe për t'u përshtatur. Në aspektin profesional, mos keni frikë të pranoni një detyrë të re, ajo do të hapë rrugë të reja. Në dashuri, do të ketë një shkëndijë pasioni për çiftet, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë interesant gjatë një daljeje të papritur. Gaforia është në një periudhë ku emocionet janë shumë të forta. Një lajm familjar ose një mundësi për të zgjidhur një problem të vjetër do të vijë në këtë fundjavë. Financat janë në përmirësim, por kërkohet kujdes me shpenzimet. Në punë, një koleg mund t'ju jap një ndihmë të vlefshme ose një këshill që ju hap mendjen. Në dashuri, një surprizë e vogël do të rikthejë buzëqeshjen tuaj. Luani këtë të shtunë do të ndjejë dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes. Një ftesë, një lajm i mirë ose një mundësi për të treguar aftësitë tuaja do të shfaqet. Financat janë drejt përmirësimit dhe mund të shfaqet një mundësi për të fituar më shumë. Në dashuri, çiftet do të jenë më të afërt, ndërsa beqarët kanë një shans të madh për njohje të reja. Për ju, kjo ditë është si një skenë ku mund të shkëlqeni. Virgjëreshat do të ndihen më praktike se kurrë. Një zgjidhje për një çështje pune ose një mundësi për të marrë një lajm të mirë në financa është pranë. Mund të jetë një ditë ku mësoni diçka të re ose merrni një ofertë që ju ndihmon të stabilizoni të ardhurat. Në dashuri, do të ketë shumë mirëkuptim me partnerin. Për beqarët, një takim i vogël mund të kthehet në diçka më serioze në të ardhmen. Peshorja. Dhe ja ku mbërritëm të protagonisti i kësaj fundjave. Peshorja, për ju, e shtuna sjell një zarf simbolik, një lajm të madh që do t'ju ndryshojë jetën.
Ky zarf mund të vijë në formën e një kontrate pune, një lajmi financiar apo një propozimi që ju hap një kapitull të ri. Është koha që gjithë përpjekjet tuaja të shpërblehen dhe universi t'ju jap një dhuratë që do t'ju ngrejë në një nivel krejt tjetër. Në aspektin profesional, një derë që ka qenë e mbyllur për muaj të tërë tani hapet. Mund të merrni një ofertë pune nga dikush që e keni takuar më parë ose një propozim që e keni ëndërruar. Financat do të kenë një ngritje të fortë, një pagesë e madhe, një kontratë apo një rritje rroge është shumë afër. Në dashuri, peshorja do të ndjejë se marrëdhënia po hyn në një fazë më serioze. Beqarët mund të marrin një mesazh që ju ndes zemrën dhe ju ndryshon ditën. Ky është momenti juaj për të thënë, po, jam gati për ndryshim. Universi është në anën tuaj dhe ky zarf nuk është thjesht simbol, është një bekim i madh që hap rrugën drejt një jete më të mirë. Akrepi. Për akrepin, kjo fundjavë sjell një pasion të madh. Një lajm që lidhet me financat ose me një projekt të fshehtë do të dalë në dritë. Mund të merrni një propozim që kërkon guxim për ta pranuar. Në dashuri, intensiteti është i madh. Çiftet do të ndihen më të afërt, ndërsa beqarët mund të hyjnë në një lidhje që fillon me pasion të fortë. Financat janë drejt përmirësimit, por kërkohet maturi në vendime. Shigjetari. Shigjetari do të ketë një fundjavë të mbushur me energji pozitive. Mund të merrni një ftesë për një udhëtim ose një mundësi për të nisur një projekt që ju sjell lehtë. Financat janë në rritje, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, shigjetari do të ndjejë një afërsi të re me partnerin, ndërsa beqarët kanë gjasa të takojnë dikën interesant që sjell dritë në jetën e tyre. Dëshiron të promovosh biznesin, produktin ose shërbimin tënd? Kanali ynë ofron hapësira reklamuese dhe promovime speciale për audiencën tonë të gjerë. Kontakto tani për detaje dhe bashkëpunime. Britsjapi. Për britsjapin, kjo është një ditë ku përpjekjet shpërblehen. Një lajm i madh në punë, një vendim pozitiv nga shefat ose një kontratë e re mund të vijë. Financat do të marrin një shtysë përpara dhe kjo ju bën të ndiheni më të sigurt. Në dashuri, çiftet do të diskutojnë plane për të ardhmen, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që është i matur dhe serioz, ashtu si ju. Ujori. Ujori do të ketë një fundjavë ku idet marrin jetë. Mund të merrni një ofertë pune që lidhet me teknologjinë, komunikimin ose bashkëpunime të reja. Financat janë në rritje, por Saturni ju paralajmëron të jeni të kujdesshëm me menaxhimin. Në dashuri, do të ketë një surprizë të këndshme, një mesazh, një takim ose një fjalë që ju bën të ndiheni të vlerësuar. Peshqit. Për peshqit, kjo shtunë sjell qartësi. Një lajm i mirë do t'ju jap shpresë të re, sidomos në fushën e punës. Mund të merrni një ofertë, një mbështetje financiare ose një fjalë inkurajuese nga një person i rëndësishëm. Në dashuri, beqarët mund të kenë një njohje të re që lind papritur, ndërsa çiftet do të ndihen më të lidhur shpirtërisht. Pra, të gjitha shenjat kanë lëvizje dhe surpriza në këtë fundjavë, por peshorja është protagonistja absolute, ajo që merr zarfin që ndryshon jetën dhe hap një kapitull të ri plot fat, mundësi dhe bekime. Ja pra, e pam qartë se si kjo shtunë nuk do të jetë as pak e zakonshme. Yjet kanë zgjedhur të flasin me një gjuhë të fortë, duke treguar se një zarf i madh fati do të prek jetën e një shenje të veçantë, e cila do të ndjejë një ndryshim rrënjësor në punë, në financa apo në dashuri, dhe sot. Fati tregoi se protagonistja është peshorja, e cila do të hap një kapitull të ri, plot me lajme, mundësi dhe bekime. Por shikoni sa bukur funksionon universi. Edhe pse një shenjë është në qendër të ngjarjes, të gjitha shenjat e tjera marrin një pjesë të energjisë së kësaj dite. Dashi merr guximin për të nisur projekte, Demi ndjen siguri më të madhe, binjakët gjejnë surpriza në komunikim, Gaforia merr qetësi në familje, Luani shkëlqyn në skenë, Virgjëresha stabilizon financat, Akrepi jeton pasionin, Shigjetari përjeton aventura të reja, Britsjapi shpërblehet në punë, Ujori gjen ide që kthehen në fitime dhe peshqit marrin qartësi shpirtërore. Pra, asnjë nuk mbetet bosh, asnjë nuk është harruar. Këtu dua të ndalem një moment dhe t'ju jap një mesazh motivimi. Mos mendoni kurrë se fati i madh është vetëm për të tjerët. Mundësitë janë kudo dhe universi i shpërndan energjitë në mënyrë të drejtë. Ajo që duhet të bëni ju është të jeni gati, me mendje të hapur, me zemër të fortë dhe me guxim për të thënë po, kur rasti troket. Një zarf nuk është thjesht letër, është simbol i një dere që hapet dhe ndonjëherë, edhe një lajm i vogël mund të ndryshojë gjithçka. Tani është radha juaj.
Shkruani poshtë në komente. Unë jam dhe tregoni se cila është shenja juaj. Dua të shoh se sa peshore kemi këtu, që janë protagonistët e kësaj fundjave, por edhe sa të tjerë ndihen pjesë e këtyre energjive të fuqishme. A ndjet edhe ju sot një val ndryshimi? A ndodhi diçka që e quani shenjë nga universi? Shkruajeni, sepse komentet tuaja e bëjnë këtë komunitet edhe më të fortë. Dhe nëse ky mesazh ju preku, nëse ndjet që fati po ju flet përmes kësaj videoje, mos harroni të lini një like, është mënyra më e thjeshtë për të treguar se energjia e yjeve po ju shoqëron, dhe më e rëndësishmja. Klikoni subscribe dhe ndizni zilen, sepse çdo ditë, çdo javë, universi ka mesazhe të reja që ndoshta do të jenë fiks ato që keni pritur prej kohësh. Mbajeni mend këtë, universi nuk vonon kurrë, ai sjell gjithçka në momentin e duhur. E rëndësishme është të jeni gati kur ai dërgon zarfin tuaj, lajmin tuaj, shansin tuaj. Dhe atëherë, gjithçka që keni ëndërruar mund të bëhet realitet.